Debati ashpër mes Eglit dhe Rozanës. Rikthimi i Eglit Akos në shtëpinë e Big Brother VIP Albania nuk ka kaluar pa tensione, sidomos në marrëdhënien e saj me Rozana Radin. Pas hyrjes së dy banorët vijuan përplasjen edhe në obor, ku debati mori tone të forta. Gjithçka nisi kur Rozana i kujtoi Eglit lidhjen e saj me Gjestin, duke thënë se romanca mes tyre kishte filluar që në momentet e para me Eglin që i qëndronte pas. Situata u ndes edhe më shumë kur Rozana i tha: "Qenë ke mbushur shumë, çfarë ke parë jashtë?" Egli e pranoi se kishte dalë mbushur, ndërsa Rozana këmbguli se ndryshimi i saj nuk kishte lidhje me të. "Po nuk ke ikur e mbushur prej meje, se unë nuk të kam bërë të keqen." Ndërsa debati sa vinte ashpërsoi Rozana, insinuoi se qëllimi i rikthimit të Eglit ishte pikërisht përballja me të. "Ti që ke kthyer për mua, pas ke parë Bigun shumë mirë dhe pas ke ardhur për Rozin, hajde për veten tënde, tani e bër Egli që kam dashur që në fillim." Përplasja mes tyre vazhdoi me tone të larta, duke treguar se tensionet nuk janë zbutur as pak, pavarësisht largimit dhe rikthimit të Eglit në shtëpi. Situata mbetet e ndezur dhe pritet të shohim nëse kjo përballje do të sjellë një krisje të mëtejshme apo një qartësim mes dy banorëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.